Një stjuardesë vërej një vajzë të çuditshme në aeroplan dhe vendos të marrë masa të menjëhershme. Shumica e njerëzve mendojnë se është përgjegjësi e stjuardesës që të presë me duar dhe këmbë, duke u siguruar që të jeni sa më rehat gjatë fluturimit. Sidoqoftë, detyra e tyre kryesore është të sigurojnë sigurinë e çdo pasagjeri që nga momenti kur hipin në aeroplan deri në momenti kur zbresin nga aeroplani. Kur stjuardesa Shelia Frederick po punonte në një fluturim të Air Alaska një ditë në shkurt 2017, ajo u përshëndet si heroin për gjën e pabesueshme që bëri, pasi zbuloi të vërtetën e vështirë për një nga pasagerët e saj. Shelia Frederick ka qenë gjithmonë jashtëzakonisht miqësore dhe i pëlqen të punojë me njerëz. Kjo është arsyeja pse ajo ishte tërhequr për t'u bërë stjuardes. Siç pritej, ajo ishte natyrshme kur bëi fjalë për marrëdhëniet me pasagerët. Më pëlqen të buzëqesh, më pëlqen të jem rreth njerëzve, prandaj jam stjuardes, tha 49 vjeçaria, e cila punon edhe si modele dhe aktore kur nuk punon si stjuardes. Kështu, kur Shelia, e cila kishte qenë stjuardes për 10 vitet e fundit, u shfaq në ditën e punës në një fluturim të Air Alaska nga Seattle në San Francisco, ajo priste që të ishte si çdo fluturim tjetër i panumurt, pa ngjarje që ajo kishte punuar gjatë viteve. Megjithatë, kur Shelia shkoi në punë atë ditë, ajo nuk e kishte idenë se fluturimi i gati 2 orë e gjysmë për në San Francisco, jo vetëm që do ndryshonte jetën e saj, por gjithashtu do ndryshonte plotësisht mënyrën se si ajo